thot e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ja Resulullah, ayu salati afdal ba'da al-maktuba? Cili namaz është më i mirë përveç farzeve? Se namazi më i mirë janë farzet. Sabat, drek, iqinia, akşam yaci. Përveç farzeve, cili namaz më i mirë ja Resulullah? Pejgamberi tha, namazi në mesnat. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'a. Në mesnat namazin. Allah i na boft rizq dhe njëherë bile me i falë 2 rekat namaz mesnat e mas mesnate e me ju lut Allahu subhanahu wa ta'ala khairin e dunjas dhe ahiretit. Sepse namazin e mesnat, kur kret jenë në gjumë, kur kret kanë kaluar në një pjesë të natës në ahiret, se gjumi është gjysmë vdekje, ti mu që me marë një abdes e me i falë 2 rekat e me bo lutja Allahut ja Rab. Për veti, për babën, nën, familje dhe me bo dua për neve, për kretë umetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, sikur që ka bo dua Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam. Dua ka bo pejgamberi për neve. Aisha radiallahu anha, gruja vetë, që ka qenë gruja ma e re e Resulullahit aleyhi salatu wasallam, nona nderit, nona jon, Aisha radiallahu anha, i thot Resulullahit një rast, një natë, ja Resulullah, o burjem, bën dua ti për mu. Bën ti dua për mu. Duaja Resulullahit për gruan. Edhe bën dua pejgamberi. Allahumma gfir li Aisha, ma të kaddemet wa ma të akharet. Aisha u knaq shumë që bëni dua pejgamberi për ta dhe tha, ja Allah, falja gabimet Aishes, të parat dhe të mbramat, të kalumet dhe të tashmet dhe të arshmet. Falja gabimet. Aisha prej gëzimit që bani dua burri për ta, u knaq shumë dhe u qesh shumë. Aqë shumë u knaq Aisha sa që duke qeshur, i ra në prehen burrit vetë, në prehen i ra duke qeshur. Që u knaq, tha Aisha, a shumë të pëlqej duaja ime? Po si mos më pëlqej e tha duaja jote, se duaja Resulullahit është e pa këthyshme prap, e pranushme të Allahu. Tha, oj Aisha, urdhna, tha ja Resulullah, unë këtë dua e bëj edhe për umetin tem deri ditën e kiametit. Allah i na ka ploft me duan e pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam, që ka thënë falja gabimet. Allah i na e falt gabimet. Ja Resulullah, cili namaz tha është më i mirë mas 5 vakteve? Tha as salatu fi gjofil lejl, namazin e mesnat.